Ky emision u mundsua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Në studio bashkë me Visarin kemi të ftuar një shoqe tonën, një mike, një kolege bashkëpunëtore, Aida Dërgutin. Me Aidën për gati 2 vjet më ka rënë të punojmë bashkë në Rubicon. Jemi pajtu, jemi përla, por mbi të gjitha kemi rujt respektin për njëri tjetrin, sepse me Aidën nuk mundesh mos sill ndryshe. Aida, mirë se erdhe. Visar, mirë se erdhe. Juve dyve nuk ju ka ra me diskutu, besoj në media për që keni dalë për i vetë vendosës, apo? Unë mos ka popsha kemi pasur një emision bashkë. Një emision bashkë. Në duha zim, po. Okej. Aida, po drejtohem Aida, zonja Dërguti, pse vendosim me u rikthy në politikë? Pas një kohë kogjat gjatë të shkëputjes dhe pas një periudhe gati 2 vjeçare në televizion ku besoj që jeni mirë, e ke pas një lloj komoditeti, e ke pas një stabilitet dhe tash duhesh me u marrë me politikë aktive. Në fakt unë kam menduar që kam mbyll këtë kapitull, pra era e fundit që kam marrë pjesë në zgjedhje ka qenë para 9 vitesh, në 2017, në zgjedhjet e fundit kur kam marrë pjesë. Dhe nuk është se më ka mungu shumë në kuptimin e asaj, domethënë ndodhja brenda kuvendit dhe betejat politike, ndoshta pse ka qenë një fazë jashtëzakonisht e rëndë në kohën kur na kemi qenë deputet. Dhe si thua, mbase ka menduar që është koha për një gjeneratë të re e cila vjen në politikë në kuptimin edhe të mendësisë, edhe të përgatitjes së një gjenerate tjetër. Por siç po shihet, ne nuk po mund të dalim nga ky rrethi vicioz ku jemi futur, dhe duke i njohur që protagonistët të cilët faktikisht janë sot në krye të shtetit dhe në pushtet, po vazhdojnë me avazin e vjetër, më zhdukur që betejë po bëhet disi e pashmangshme, posaçërisht në ditën kur po përfundonte kuvendi, pra po shkoi drejt zgjedhjeve të reja, thirrja për të mos e votuar opozitën, për mu ka qenë një alarm jashtëzakonisht i rëndësishëm për demokracinë, dhe rreshtimi im në këtë rast ka qenë, si thua, më shumë në një farforme inkurajim për elektoratin që patjetër duhet të votohet opozita, madje edhe më shumë se erave të kaluara. Pra, tash sa vite shohim që ky pushtet synon kapjen e shtetit. Unë e Visari kemi qenë vetë në opozitë dhe kemi kritikuar qeveritë e kaluara pikërisht për tendenca të tilla kur kanë dashur të dominojnë institucionet vitale të shtetit, dhe tani kjo po ndodh nëpër masa shumë të mëdha që më është dukur disi e rëndësishme që betejën politike duhet ta bëjnë edhe njerëzit të cilët me të vërtet janë të rryer në beteja politike. Po, ka qenë vebi shumë ma lehtë, si thosh, rahatia ime personale në debate televizive, ku je jashtë lojës, ku e bën analizën e asaj çfarë, po më zhdukur që është e pamjaftueshme për situatën ku ndodhet Kosova. Kjo ka qenë vetëm arsye pse kam vendosur të futem në listë. Dhe jo futet në listë, dhe futet në Partinë Demokratike të Kosovës, e cila aktualisht udhëheqet prej zotit Bedri Amsa. Njëra prej figurave, me thonë politike, pa njolla që një politika jonë.
Por me që ju shkuat në Partinë Demokratike të Kosovës, se dolet ka që fund të listës. Po, Se di të tjerë që ka bëjnë zakonisht, janë që kur diskutojnë, e negociojnë edhe numrin, edhe synojnë, si me thonë, 10-shën e parë, eventualisht 20-shën. po. Në fakt, Dhe kur ju pash në 107, ka qenë kërkesë e imja. okej, mos fakt- merë mirë. Jo, ka qenë insistimi imi, madje ditën kur kam shkuar pra para se të bëj publike lajmi shkuarjes time në PDK, ka qenë një debat bukur i gjatë me zotin Hamza, me kryetarin Hamza, rreth punës së numrit në listë, dhe në fund i thash nëse nuk është ky numër në fund të listës, atëherë nuk po e bëjmë publike fare këtë lajmin për ardhen time në PDK. Fakti që kam shkuar në PDK lidhet shumë edhe me të kaluarën time dhe votimin natyrshme, sistema. për shkak se keni qenë në luftë, Posaçërisht, jeni veterane e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dhe e kam thënë edhe më herët. Angazhimin në vetëvendosje, domethënë ka qenë angazhim kur edhe vota ime ka shkuar në vetëvendosje, po para ekzistencës së vetëvendosjes dhe natyrisht prej kohës që kam dalë, unë votoj krah luftës. Mendoj që është krejtësisht e natyrshme aderimi aty, dhe po ashtu duke pas parasysh një betejë që po zhvillohet në Hag tash e sa vite, një padrejësi e madhe që po i bëhet jo vetëm Partisë Demokratike, po i bëhet Kosovës me një proces të padrejt politik në Hag. Vota ime dhe përkraja ime gjithmonë ka shkuar për PDK-n. E kam menduar që, domethënë, prezenca ime aty do ta ndihmoj në një fuqizim, dhe arsyeja pse jam në fund të listës ka qenë shumë e thjeshtë. Mendoj që prurjet në parti, pavarësisht se sa përfaqëson vlerë, mendoj që njerëzit gjithmonë e më shumë janë duke bërë votimin në mënyrë selektive, pra tashmë na kemi zgjedhje me lista të hapura dhe njerëzit mund të përzgjedhin këtë dojnë për ta votuar. E para, e dyta, më duket shumë e padrejtë ndaj njerëzve që janë pjesë e partisë, punojnë me vite dhe mënyra kur i vendosen në krye të listës njerëzit që deri dje nuk kanë qenë pjesë e partisë, e kanë një lloj demotivimi dhe nuk po shkoj si thua t'i zë vendin dikujt. Pra, unë Shaktoj probleme të brendshme. Po, pak nasi të njerëzve që kanë punuar me dekada. Po, sigurisht. Kështu që duhet me qenë pjesë e listës për të kontribuar mbase edhe me votën që e sjell në parti dhe jo për të vendosur në krye ku zakonisht ne e dim që votuesit që janë më dembel, pra ose ata që në një farë forme ja delegojnë besimin partisë, e thjeshtojnë përzgjedhjen duke e besuar që renditja në krye janë njerëzit më të rëndësishëm dhe bën një situash votim përmendsh. Dhe aty koncentrohet zakonisht votat edhe që parë, mirë po jo domosdoshmërisht ka gjithmonë edhe po shihet edhe në secilën parti dhe në secilën zgjedhje që njerëzit fitojnë edhe nga pozitat e ndryshme në listë, e që kjo pasaj është çështje që e vendos votuesi. Unë jam për votuesin i cili e mendon politikisht dhe vlerëson politikisht me kriteret e veta dhe bën përzgjedhjen për të idhëshës. Mendoj që kjo është mënyrë ku vlerësimi për ty, në këtë rast për mua, mund të jetë vlerësim me atë çka unë përfaqësoj dhe jo sepse i imponohem elektoratit duke qenë në veçën e parë. Mesar, për ty rikthimi i zonës Dorguti në politik dhe në PDK. Osparje për gëzoj, që e ka marrë këtë hap, sepse unë e di edhe nisur nga vetja që nuk është hap i lehtë, domethënë më u rikthym politik. Jo, nuk e keni bërë, pavarësisht ftesave që keni pasur. Po probleme kam me marrë këtë vendim. Nuk them që se marr kur, po një herë për një herë, sepse rikthimi është domethënë veçanërisht për shkak edhe domethënë llojit të përvojës që kena pasur, që nuk ka qenë lloj kështu i zakonshëm ta them i angazhimit politik. Po një gjë që unë më duhet me thonë që shyrson ai Aidën e një prej vitit 2005.
Prej atëherë kemi qenë bashkë me vendosje, në kapacitete ndryshme, kështu me radhë, po edhe kur komitat për vendosje kemi vazhdu bashkë, edhe shumë gjëra di për të. Një gjë që mendoj që është jashtëzakonisht e vlefshme, që Aida është parimore deri në çat piku ka një herë dhe mund më të pengu. Deri çat piku janë nisë më të shku në erva. Nuk është që kjo gjë e parëndësishme në politikë. Njerëz mund me marrë kështu, ne di që politika kërkon një dozë pragmatizmi kështu me radhë, nuk po sugjeroj që partitë do të më qenë çështë. Po individët do të më qenë parimor. Çfarë kuptimi? Që tash piu kallëzën një gjë që pja bëve vasi dhe Aidës s'kena folë me të vërtet punë. Aida në atë farë problemin e branshëm televizës vendosje, kur ka nis dhe qysh ka nis, as nuk ka qenë pjesë, as nuk e ka ditë. Aida nuk ka qenë deri në fund, nuk e ka ditë çka u të ndodh, e as më pak pse u të ndodh. Ajo ka qenë e majtë në një grup më të vogël njerëzish, na që muneshim do me ndrejsh e do që benzin për me e prish, po si do qoftë, nuk është që ka qenë në shpërndamë. Pra Aida ka mujtë lirisht, sikur plot do ish shok tonë, në lëvizjen e vendosje, me u bë kështu s'pashe, me u bë kështu spanin, edhe me vazhdu qatë. Edhe asnjë cenim nuk e kish pas. Domethënë kish vazhdu dhe sot kësaj dite me qenë 3 në listën e vendosjes. Pa Aida nuk e ka bo. Edhe kur ka reagu Aida dhe kur ka kundërshtu ato, nuk e ka kundërshtu për shkak të vetës. E ka kundërshtu sepse nuk ka pajtu me çka ka pa dhe çka ka marrë vesh. Se shumë njerëz mund me menu që me thonë që atë këta që janë ndalë për vetë vendosjes se kanë pas një farë interesi personal. Se kanë pas. E Aida domosdoshmërisht jo. E tash që drejtim kur e keni që si njeri në politikë, e cila është e gatshme për parimin dhe për çka beson si vlerë, me dëmtu edhe vetën, që ti njeri duhesh me ja besu angazhimin politik. Tash ti mund mos po pajtu me angazhimin politik, mund mos pajtu me çka thot Aida, mund me pas qëndrime të ndryshme me ta. Po kur nuk mund është sepse nuk i material me dyshu sinceritetin e qëndrimeve të saj. Dhe nuk është vetëm vendosja, Aida ka qenë e angazhuar edhe në një formacion ushtarak që ka qenë shumë më i rrezikshëm, si me thonë, ma problematik, ma sakrifikues se vendosja që ka qenë ushtria shtetërore e Kosovës. Po në për atë pjesë nuk po flas sepse është folë edhe mendoj që. Kështu që në çdo drejtim mendoj që politikës domosdoshmërisht dhe kuvendit i duhen njerëz të tillë. Edhe nëse kuvendi i Republikës së Kosovës në fund të fundit nëse krejt deputetët së shumica e deputetëve njekin interesa dhe vija partijake, do të mi pas të deputet cilë së paku mund me na kallëzu neve që kjo nuk në rregull. E Aida është njëri prej tyre. Pra në çdo drejtim unë si më thon kështu verbërisht e besoj që Aida s'paku bingjeve të veta nuk i mshon shkelin pavarësisht çka. Tash shumë mirë që ka shku në Partinë Demokratike të Kosovës, po mendoj që është vendim i duhur, edhe për shkak të bingjeve që i ka, edhe për shkak të përvojës që i ka, edhe për shkak të një gjëre që përmendi Aida, që mendoj që është e vlefshme, është që domethënë të mos harrojmë që pas zgjedhjeve të dhjetorit, prej fillimit të vitit, më thon kështu, deri sot, nëse dikush ka pas dyshime për padrejësitë e procesit në Hag, sot mos i ka. Përveç nëse dikush me qëllim do të më pas dyshime, atë të rgjës, po hija ne. Po nëse njëri e këshyr objektivisht procesin, dhe së paku që ka ndodhur gjatë këtyre muajve, i shkëndesht me marrë vesh që kjo është farsë politike. Reagimi është i natyrshëm. Mendoj unë. Na kemi pas reagim protesta, unë mendoj që më të mëdha kanë qenë Prishtinë pas prokurorisë kur e kërkoi dënimin, dhe pastaj mendoj që kjo ka marrë efektu edhe në procese të tjera politike, e pse jo në procesin zgjedhor. Dhe tash njerëz si Aida, duke e njohur çfarë është, nuk mundet me nejt indiferente ka shi një katrahurë të tillë. E cili do të jetë ndikimi i saj në PDK dhe në Po qërë, tash, unë mendoj për shembull që ka një dimenzion, ka një shtres të elektoratit të PDK-s, të cilët janë ka kërkojnë këtë lloj të politikanët. S'po them Aidën, po këtë lloj të politikanët. Pra dikush e cila, si me thonë, në secilën etapë edhe periudhë të jetës së vet publike, ka qenë kundërshtare e fenomeneve që i ka pas si të gabuara. Pra po them ti mundesh mos më u pajtu me vlerësimin që e bën, po duhesh me pranu faktin që ti e kundërshton dhe i reziston diçka që është e gabuar qoftë edhe kur mbetesh vet. Në çdo drejtim mendoj që kjo është në situatën që ne jemi, po bëhet për çdo herë më e rëndësishme. Sepse na gjithë po e konstatojmë që kemi një pushtet i cili ka tendenca të qarta autoritare, i cili po i shpreh dhe i cili ja ka nisur me fol tash pa marrë hiç edhe për krijimin e institucioneve ndryshme që do t'ia mundsonin atij jo vetëm kapjen e shtetit, kontrollin e shtetit për nevoja partijake.
Për shembull, a e dëgju që tha herën e fundit kryeministri Kurti. Sa prokuroria tha s'do nuk unë e pavarur nga qeveria. A di çfarë skandali është ky? Në sistemin tonë juridik, në sistemin e tha në fund. Po e tha me një farë normaliteti të frekshëm. Nuk i ranë menë që aty, a i të kishme nuk ose më të. E që ti pushtetin, falj, i duhet një rezistenci a i. Dhe tjerë, s'po thëmë që është bëshkja. Ju natyrisht jeni në PDK për të marrë pushtetin, por nëse mbeteni në opozit, cila do t'jetë rezistenca jote në... Unë mendoj që është shumë e rëndësishme që e mira do të kishte me qenë nëse kemi një ndryshim të tillë të rezultati që do të mundëson të një qeverisje tjetër, që do të bënte një prerje, një shkputje nga kjo çmenduri që po ndodh tash 6 vite. Pra, ky do të ishte opsioni, si thua, më i detimshëm, mirë po gjasat janë ndryshe për shkak se duke ditë se me çfarë lloj pushteti kemi të bënë dhe duke ditë që respektimi i ligjit dhe i kushtetutës për pushtetin aktual ndodh vetëm kur atyre ju konvenon, unë mendoj që do të ketë edhe abuzim me të drejtën e të parit dhe ashtu siç e ka paralajmëruar, këto janë zgjedhje për të shkuar në zgjedhje tjera. Unë mendoj që ky do të jetë realiteti. Pra, njerëzit mbase janë të prirur të besojnë në skenarin më të lehtë të mundshëm, po unë jam përgatitur për skenarin më të keq të mundshëm, pra që do të kemi edhe blokada të radhës dhe do të shkojmë në zgjedhje tjera. Dhe unë mendoj që në këtë periudhë mendoj që është e rëndësishme që të përdoret hapësira edhe në kuvend, edhe foltorja kuvendit, po besa edhe angazhime tjera edhe jashtë kuvendit që do duhet është protesta, që janë rruga. protesta, po pra që mendoj është mjet legjitim për secilin opozit kudo ku përballet në pushtetet autoritare, e mendoj që kjo dinamik duhet shtuar edhe opozitës. Kemi qenë bashkë në emision edhe të visar në Dukagjen, shpesher kemi dhënë kritika për opozitën ose mënyrën e opozitbërjes për shkak se ne dimë që partitë të cilat janë opozit kanë qenë partitë të cilat kanë pas një rol të rëndësishëm në procesin e shtetformimit dhe si thua kanë një lloj sentimenti të ruajtjes dhe mbrojtjes. Pra është një sjellje normale karshi një pushteti jo normal autoritar, mendoj që e vën në hije si thua punën apo kritikën e opozitës sepse makineria propaganduese e pushtetit edhe kur nuk ka të drejtë, domethënë i mbivendose çfarëdo lloj shpjegimi të arsyeshëm të partive opozitare. Prandaj mendoj që meqenëse se ne kemi qenë ata të zhurmshmit dhe duke njoh ata që i ke përballë tash në pushtet, mendoj që duhet një zbërthim tjetër më ndryshe, i cili si duket është i pamjaftueshëm edhe kur ndodh brenda studiove televizive. Pra qasja autoritare, cënimi madje edhe i mediave, pra etiketimi me atë makineri propaganduese ka arrit në një farë mënyre ti dëmkos edhe studiot televizive të cilat në këtë fazë kanë bërë, si thua, punën e tyre më së miri që është puna e tyre pavarur dhe kritika ndaj pushtetit, po që nuk ka arritur të mbivendoset apo ta krijoj atë hapësirën e mjaftueshme të sqarimit përballë makinerisë propaganduese të pushtetit. E kemi parë që Qa mendoj ai një gjë më kështu, unë mendoj që megjithatë po, natyrisht që ka hapësirë për kritikë për partitë opozitare, edhe për PDK-n, sjellja atyre në opozit. Tash unë plotësisht po pajtohem edhe shumë pëlqeve që e përmendej. Këto se duhet me kuptuar që nëse një parti kalon një kohë gjatë në një tjetër lloj të menduarit, pra që organizimi i partisë është praktikisht organizim shtetformues. Nuk është bashkë letë tani me kalu dhe me bëhat opozitën qysh na e arrit në opozitë në farë mënyrë, që për neve kemi më të lehtë me boqat kalim, po nuk është për secilin e lehtë, ajo. Bile as e rekomandueshme në secilin rast. Që kanë bërë partitë opozitare që unë i vlerësoj shumë është një që i kanë ndjekë rrugët institucionale dhe kanë qenë suksesshme veçanërisht PDK-ja. Shamo sa ligje që unë gjykon kushtetuese dhe është nal kapja e shtetit, mos harrojmë. Se megjithatë është nal kapja e shtetit. Kapja e përkohshme e shtetit. Ose është spostu deri në momentin tjetër, por kjo nuk është e parëndësishme. E dyta, çka ka qenë e rëndësishme është që përmes mënyrës që kanë fol
publikisht e politikisht, veçanërisht fushata. Bedri Hamza për shembull është mundu me e dhënë një model tjetër të politikë bërës. Bedri Hamza është mundu me i kallëzu qytetarëve Kosovës që në fakt çka është politikë qeverise, është programi, idetë edhe vendosmëria zbatimit tyre, jo pallavrat, se pallavrat nuk qeverisin. Se kanë ngu njerëz, s'kan dashur në ngu. Në rregull është kjo punë. Po s'mund me kritiku sjelljen. Jo. Ka qenë domosdoshme edhe pse e pamjaftueshme. Jo. E tash qisoj, unë jam për me rujt qit fun, e mi arrit pak për mbajtjen e rezistencës dhe opozitë bërës, në rast se mbetni në opozitë, mos të paragjykojnë këto se nuk është të thënë. Dy skenare të mundshme. Po, që po mdohet mu e rëndësishme, dhe më thonë në krejt këto që po ndodh, me atë, si me thonë kështu, paragjykimin tem që e kam për rezultatet, mundësit që me pas në ndryshim. Qoftë edhe shumë afaqkur të rallin shumë atë mëdha për menimin tim. Edhe në që drejtim, unë kisha uru dhe i kisha sugjeru krejt partive politike që nëse e kanë mundësin e numrave në kuvend, me bo qeveri pa vetëvendosin qoftë edhe për 2 muaj aja. Letjet edhe për 2 muaj. Sepse që kjo katrahur du të më nalë, nëse kjo nuk më rihet, po aqë rëndësishme për menimin tam është që me kuptu, që cila do shkelje e radhës që e ban Albin Kurti, e unë jam i bindu që kam me bo, me has në rezistencë më të fort. Tu i toleru ka pak se hajtë se kjo e vogël, ato përshkojnë të uri dhe të ubo më të rrezikshme. Nëse Albin Kurti, dhe jam mëse i bindu, që ka më mundu me zërë, mos me elon të dytin me marë mandatin, nëse e shet që ka mundësi mu bo qeveria, unë menoj që qëtu partit politike nuk do të me shu pekur që sheq. Heq. Do tjetë ky njëri prej synimeve t'juja, sepse Kurtin mjaftueshëm e keni zbërthy deri tash, edhe si personalitet, edhe si ide, edhe si orientim. Por për juve, duke njohur zotin Kurti dhe duke ja parë veprimet e deri tashme, a është ky zoti Kurti autokrat deri në këtë pikë apo deri ku mund të shkoj? Dhe deri ku mund të shkoj autokracia e tij dhe kontrolli i tina, a mund të jetë shumë vonë për ta ndaluar nesër ata? Unë mendoj që në botën moderne, në kohën kur jetojmë, ne i quajmë lider autokrat, liderët që thellësisht në shpirt janë diktatorë. Verzioni më i butë i diktatorit. Mirë po, ata janë autokrat për një arsye të vetme, sepse në kontekstin aktual ndërkombëtar e kanë të pamundur të jetojnë e të mbijetojnë në izolimin nga bota demokratike. Pra, gjatë kohës periudhës së luftës së ftoftë, ka qenë një mur i padukshëm mes lindjes dhe perëndimit dhe ka qenë një rregull i cili nuk është shkelur, pra sovraniteti i shteteve edhe në rast të abuzimeve të mëdha me qytetarët e tyre. Dhe kemi parë në vitet e 90-ta se si kanë rënë këto diktatura. E sot një model i një diktature çfarë ne i mbajmë në mend ose i kemi përjetuar pak a shumë, është pothuajse i pamundur sepse nuk mund të mbijetojë një shtet as edhe një muaj me një izolim të tillë që do t'i bëjë nga bashkia ndërkombëtare. Prandaj në mënyrë jashtëzakonisht inteligjente gjejnë rrugë që të kontrollojnë në maksimumin e tyre, pra aty ku gjejnë vrima e hapësirë me shkelje, me manipulime, me blerje etj. Dhe vendosen në formën që janë. Tani, sa më i dopt shteti, mundësia më e madhe është e kapjes dhe domethënë e kontrollit. Në një shtet të konsoliduar mirë, autokracia së pari nuk zëvend fare, po edhe nëse ka tendenca të tilla, është lehtë e çmontueshme. Këtu jemi në një pikë ku shumë procese janë të papërmbyllura, institucionet janë të brishta, hapësirat, siç është në çdo çështje që dërgohet në kushtetuese, është çështje interpretimeve për herë të parë, sepse janë përvoja të një shteti të ri. Pra mundësia është shumë e madhe që pushteti i tillë, i autoritar, të jetë shumë më i madh se sa në ndonjë vend tjetër. Zonja Dërguti, diktaturën ne në Kosovë nuk e kuptojnë qysh e kuptojnë ta zonë diktaturën në Shqipëri. Se ne shtypjen e kemi përjetu si shtypje që në ka ardhur nga Serbia, për shkak se ne ishim shqiptar, po jo për shkak se një pushtet donte kontroll mbi gjithçka dhe i shtypte qytetarët e vet. Në parim neve na ka diskriminuar duke qenë shqiptar e para. E dyta, pastaj edhe si shtypje kështu e përgjithshme
që ka ndodhur edhe në vende tjera, domethënë ideologjike, edhe në Kroaci, edhe në Sloveni, edhe në Serbi, edhe në kudo. Tani shqiptarët e Kosovës, a kanë pak si vështirë me kuptu paralajmërimin e juj, e të shumë tjerëve, se Kurti është diktator, duke mos e përjetu ata llojin e diktaturës të zonë të Enver Hoxhës, por duke përjetu diktaturën jugoslave e cila vinte mbi neve, apo shtypja mbi neve, për shkak të përkatësisë kombëtare. Po në fakt ka qenë mirë maskuar çështja, domethënë përjetimi jon ka qenë për shkak të përkatësisë kombëtare, po faktikisht ai sistem monist nuk ka lejuar mendimin ndryshe. Pra, nëse të na është manifestuar dhe është përfaqur ose është kuptuar për shkak përkatësisë kombëtare, ajo ka qenë sistem monist i cili se ka lejuar mendimin ndryshe dhe është përfaqur në forma që është përfaqur gjithandej nëpër nëse shumë ti ka qenë te kroatët dhe te shqiptarët, kjo është fakt. Megjithatë, ne, domethënë, edhe unë maj mend pak, shpresonim të Shqipëria, e cila ishte diktaturë edhe ma e egër. Pra, njerëz të shtypun këtu në një diktaturë e donin Shqipërinë pavarësisht të shtypjes që kishte atje. Dhe sa keni me arrit ju në rrethonat tona tash, më javë shpjegu shqiptarëve, elektoratit, qytetarëve këtij vendi për rrezikun e instalimit të një lloji tjetër diktature nga Albin Kurti. Po në fakt, po e thot hapur, apo e tha hapur, pra nuk e dua këtë opozitë. Duke ditur që në rrethana të reja, pra ai kërkon një opozitë sipas kushteve të tij, po në fakt ai nuk do opozitë fare, sepse ai ka synim shpartallimin e opozitës aktuale dhe ndërkohë pamundësimin e një çfarëdo lloji opozite të re që do të merrte kohë. Ne po e shohim se sa është problematike pra të filloj diçka e re apo të deportoj, kemi pas shumë herë përpjekje të tilla, pra nuk është as ambienti madje në kësi rrethana që të krijohet diçka e re e më së paku nga një pushtet i cili kërkon 60%. Pra kjo është si thua absurde. Një qeveri, një pushtet i cili ka fitu 51%, pra me 51% qeveriset superfuqia më madhe botërore, Shtetet Bashkuara të Amerikës. Dhe duket e pamjaftueshme, pra me një 51%, ata që kanë bombat atomike qeverisin shtetin. Dhe këti nuk i mjaftojnë. Janë zgjedhje krejtësisht të pakuptim tash e sa kohë, sepse ne shkojmë në zgjedhje për emra të përveçëm dhe për pozita të veçanta. Na çojnë në zgjedhje për kryetarën e kuvendit, pra për Albulena Agjiun, dhe tani shkojmë në zgjedhje për pozitën e presidentit, pra për Vjosa Osmanin. Kjo është shumë absurde dhe kjo, pavarësisht arsyetimit që përdoret për shkuarje në zgjedhje, në thelb dhe në vetvete ka një qëllim pra rritjen e pushtetit të tij individual. Kritika e tij apo përpjekja e tij për tu viktimizuar duke i quajtur se këta janë të ndarë por janë blok, ndërkohë që vetë përfaqëson një blok, pra janë edhe dy parti tjera, tri parti tjera, pra që janë në le të themi pjesë e këtij konstelacioni, se nuk mund të them që janë bashkëqeverisje sepse nuk kanë shumë zë edhe për brenda, duke ditur se kush aty hihet për mos me pas zë, se me pas ata që kanë pas zë kanë dalë. Po zakonisht kur janë të barabartë, domethënë mund edhe të mos pajtohen dhe mund të prishen. Pra këta nuk i kemi pa në asnjë moment të prishjes del dikush si individ, por nuk ndodh një si thua për asnjë çështje ku ata nuk pajtohen. Megjithëse duke i ditë edhe të kaluarën, edhe ideologjinë, edhe ata do duhej në parim të mos pajtoheshin për shumë gjëra që kanë ndodhur, për shumë mendime. Pra, mendoj që në këtë këto rrethana duhet një mobilizim, ndonse njerëzit janë jashtëzakonisht të lodhur nga zgjedhjet e njëpasnjëshme, duhet një mobilizim për një ndryshim, pra një mundësi tjetër, një shkputje prej këtij pushteti 6 vjeçar i cili ka qëndruar në zyre edhe në kohën kur nuk ka pasur të drejtë, pra në mënyrë të kundërlishme, në kohën kur ka qenë edhe deputet, edhe ka qëndruar në zyrën e kryeministit dhe shihet një gjë e qartë që në momentet kur kuvendi e pushon
punën, pra kur vendi shkon në zgjedhje, numrin më të madh të vendimeve i merr në atë kohë. Pra kjo është një shenjë jashtëzakonisht e rëndësishme me pa që ky njeri nuk ka qef me qeverisë në mënyrë demokratike. Pra sa e ka kuvendin, bën drama me gjëra tjera. Në momentin që shpëndahet kuvendi, ai shohim duke marrë vendime. Këti i pengon edhe kuvendi, i pengon edhe prania e opozitës, apo së paku procedurën demokratike që ta ndjek në mënyrën e duhur. Zonja Dërguti, janë edhe dy çështje të ndryshme, po shumë të ndërlidhura njëna me tjetrën. Në radhën e parë në këto fushata, gjithmonë kur ka zgjedhje, zoti Kurti premton kësi institucione që ka pak dhe me friksohen njerëzit për ty, jo Gjandarmaria, jo byroja për konfiskim pasurisë me cilën konkuron tash e sa vjet, dhe në fund prap nuk e bëri, po shkojmë në zgjedhje dhe nuk e bëri. Dhe në njëjtën kohë ka një gjuhë të ashpër, shumë të ashpër, të ti në raport me njerëz të luftës, të cilët janë kryesisht në PDK dhe në Aleancë. Po ju thot, si me thonë, zullumçar, po ju thot hajna, po ju thot kriminela, dhe ka arrit që një pjesë madhe të popullit Kosovës ta kthej kundër këtyne njerëzve, të paktën me urrëtie, më shumë se sa vetë Serbia, e cila ka dështu që i shtin njerëzit me urrëjt njerëz që kanë udhëheq luftën për çlirimin e Kosovës. Si jeni tu i pa, do me thonë, këto dy dimensione, këto dy rrafshe të zotit Kurti, në njëre nënë që premton Gjandarmeri, institucione të repta dhe me këtë sigurisë të cunimit ligjit, dhe të njëjtën kohë duke godit ushtrinë çlirimtare të Kosovës, udhëheqësit e saj, pjesës cilës keni qenë edhe jo. Po, në fakt, do më thonë, i patë dy fushata të suksesshme me ngjarjet e veriut të cilat i solën shumë vota, po tashmë është situash e të i kalume dhe bajate që të përdoret në këtë fushat. Prandaj, përdor çështje apo premtime si Gjandarmeria. Në fakt, kush e ka përcjell me vëmendje, premtimet në fushata nuk janë asgjë më shumë, asgjë më ndryshe se sa gënjeshtra të mëdha. Ky ka në pushtet me premtime për autostrada, të cilat kur nuk i bëri, dhe tash e shohim me premtime për hekurudha, të cilat nuk do t'i bëj. Tani, premtimi për Gjandarmerinë, ndërkohë që policin e ka pa uniforma, pa kpucë, pa pajisje, FSK-ja, dhe më thonë, se cili për tyre pra me nivelin e pagave që i kanë, i kemi pas se cili për nesh duke punuar një punë shtesë zakonisht në restorane. 11 brenda mujt mesatarisht largohen nga FSK-ja. Ku ndihesh keq si qytetar që një ushtar i FSK-s detyrohet ta bëjë një punë shtesë. Pra shumica prej tyre tashmë më duket janë edhe në përgjykata për orët e papaguara që ky pushtet ndërkohë që shpërndan nga 100 euro, sektorit publik nuk ju ka paguar orët shtesë. Dhe shtrohet pyetja, po ku i merr mjetet për këtë Gjandarmeri? Pra ti këto që i ke nuk arrin ti mbash dhe premton Gjandarmeri e para. E dyta, për çfarë i duhet Gjandarmeria? Për çka i duhet Gjandarmeria? Me shtyp opozitën mbase? Po, sepse e ka thënë nuk na duhet opozita, apo jo? Po kjo është problem shumë serioz për një vend i cili nuk arrin t'i mbajë as forcat aktuale të sigurisë. Unë mendoj që nuk do të ketë shtypje të opozitës, apo nuk do t'i dalë ky kalkulimi i shtypjes siç e mendon ai, po kjo është le të mbetet pjesë e betejës politike për më vonë. Sa i përket byros për konfiskimin e pasurisë, faktikisht ne dim që sa më shumë shtohen instrumentet për luftimin e korrupsionit në nivelet larta, aq më i paluftueshëm është ai. 6 vite në pushtet, hajde, ka bërë ligjin, po mendoj që rezultatet në luftimin e korrupsionit do t'i kishte bërë ndryshe.
nëse je 6 vjet në pushtet, për cilin do prej tyre, do të kishte arritur një pushtet t'i përgatis, po që se ka vërtet gjëra kaq serioze, do të kishte arritur t'i bëj dosjet prej këtu në tavan për një person. Dhe jo dalë në fushat e të flas, ai hajni, ky hajni, korrupsioni, ligji për, do më thonë biroja për konfiskimin e pasurisë. Ndërkohë që ne kemi parë gjatë mandatit të këtij pushteti, gjatë mandatit të plot dhe këto s'di si ti quaj se numra po i japim, po këto qeveri nuk ka se. Ai parin zyra si kryeministri. Po. S'ka mandat. Do më thonë, gjatë krejt kësaj periudhe ne kemi parë skandalet më të mëdha të korrupsionit që janë raportuar ndonjëherë në këtë vend. Për juve, çka do të thotë me arrit një parti politike me marr vota e mu rrit në vota duke i shaull hesit e luftës? Çfarë do të thotë për juve kjo? Ata, do më thonë, po e luan një lojë ku nuk ndodh as rasisht, as e pa koordinuar, ku një deputet, për shembull, në Kuvendin e Kosovës, që është pjesë e këtij grupacioni që janë në pushtet, flet pa pikë turpi dhe me dëshirën më të madhe manifeston pra për dënimin e atyre që janë në Hagë. Kjo flet për një mendësi që mendoj kjo është fillimisht e implantuar nga shërbimet sekrete të Serbisë, po që këta ja rrisin volumin e shumë njerëz me ose pa vedije përfundojnë në këtë lojë. Sidoqoftë, do t'jetë betejë ashpër politike, dhe mendoj në të gjitha dimenzionet, sepse fatkeqësia më e madhe është që makineria propaganduse, pra po kthejmë këtu, e pushtetit, është e tillë që arrin t'i bind ose t'u ashpërlaj trurin elektoratit, të cilët nuk e kanë, si thua, as ndjesin, as afërsin e as njohjen, dhe për këtë nuk i fajsoj, sepse unë nuk di kur gjë për kirurgji, sot po të më futësh në sallën e kirurgjisë, pra nuk mund të kryej punë e një kirurgu. Edhe një votues i cili është në profesione tjera, po nuk e ka madje as obligim të njohë në detaje gjërat në politikë, është i mund shumë lehtë mashtrimi se cilit, se domethënë thuhet ose mendohet që janë analfabetët funksional, siç i ka kërkuar Kurti ti identifikoj dhe ti marrë si votues. Mirë po, pre e mashtrimit bjen edhe shumë pre intelektualve. Pre e mashtrimit bjen shumë diaspora, e cila ka vështrimin nga atje, si që theve bi, si ne që e kemi pas vështrimin për Shqipërinë. Pra, duke qenë largë, ne kemi admirua, apo jo, Shqipërinë e Enver Hoxhës dhe diktaturën për të cilën shumë detaje morën vesh më vonë, vetëm kur ra diktatura. Nuk jemi në atë pikë, po dua të them që një makineri propaganduse shumë e fuqishme e këtij pushtetit arrin t'i bind sa më shumë ata që janë më largë, dhe jo rasisht ai ka synimin të diaspora, sepse ata as nuk jetojnë për ditëshmërinë dhe as nuk arrin për një javë dy të shohin të gjitha problemet e këtij vendi. Ata shohin bukur pre atje ligjërimin, domethënë për veriun, për çështjet që si tema ky pushtet arrin tua sqaroj në mënyrën se si i bën. Pra. Mua di që më duket pak kështu, s'po thëmë çuditshme, por dorë nuk më thon ai që e kuptoj bashkë krejt pse ndodh, është që qysh po arrin u ndërtu që ky mendjet e disave, kulti personalitetit. Dhe nuk po flas domethënë për secilin. Po, mendjet që përmendet domethënë se po, është vërtet që ka një stres intelektual, një stres urbane, një stres elitave kulturore të mëdha që po ashtu e mbështesin vetvendosin edhe zotin Kurti, dhe kjo mbështetje nuk ishte më qenë kur gjë e keqe. Sepse ti për shembull po, ti e mbështet një person i cili tazëm të ka binë që e bën një punë që ty pëlqen. Dhe ajo është normale, me mbështet dikon të gjithë, me mbështet dikon në politikë. Për mua, kur bjen në pozicionin që e mbështet pavarësisht, që kjo më duket edhe e frekshme, po edhe vështirë me kuptu. Se a di pse është e frekshme që kjo politikisht, na domethënë bashkë kemi qenë vetëvendosje dhe dim e kemi pa çysh ka evoluar që ky diskutim. Apo jo. Është e frekshme sepse pastaj ti nuk je më ty kërku llogari fare udhëhecet tan politik.
Ti për shembull ke shku ose jo afru me vetëvendosës sepse të ka pëlqyer kundërshtimi që ja ka bërë vetëvendosja, procesi dialogu, zajedicës së kështu me radhë, dhe pastaj rrin dhe vazhdon me e pëlqy, e admiru Albin Kurtin edhe kur e pranon ai zajedicën. Do t'i thu, nëse kishe nejt me vetëvendosin, sepse po e kundërshton zajedicën, për sa kohë që e kundërshton zajedicën e kuptoj. Po në momenti kur ata e pranojnë, në të rast Albin Kurti e tjerë, dhe ti vazhdon që tu është diçka ma problematike për mendimin tim. Po e po thotë se s'ka pas qarë se ata tjerë të kanë nënshkru. Po mirë, po ti a je kon për a kundër zajednicës? Nëse je kundër zajednicës, dush me kundërshtu të gjithë që e kanë pranuar zajednicën, pe hashimit e të poshtë, deri te Albini, apo? Po. Nëse je për, atëherë kërkoj falje dhe atyne. Apo? Jo, zajednica e këtij është më e mirë. Po, se ja ka qitë do lula. Në fakt, do po më e keqe. Mos harrojmë, se kjo ja ka shtuar në dimension zajednicës për cilën na kanë marrë vesh më vonë. Nëse kjo vetë qeverisja nuk ka bashkete pa fajshme aty si fjalë. Po nuk e sa vetë zënë, është shtesë, është mbi ndërtim. Kati i dyta, i treti. Sidoqoftë, tash me po flasim për, domethënë, për angazhimin politik. Unë mendoj që edhe këtu përpajtona që angazhimi politik në këtë rrethana që jemi e kërkon një shumë dimensionalitet edhe për shkak të këtij kompleksitetit, ta quaj kështu, të lëvizjes vendosur në mënyrë që ajo funksionon politikisht. Ata merr ty mendja, domethënë që si deputete me deputetë të tjerë të partive opozitare ka mundësi me u bë që kjo ndarje, ta quaj kështu, te qytetarët e Republikës Kosovës, te ata që mendojnë dhe kuptojnë politikisht, që kjo ndarje në mes të, si me thonë, pëlqimit demokratik dhe adhurimit jo politik në sytë e tyre të një lideri caktuar. Se kjo mund më bëjë edhe me angazhim politik. Kur fol me njerëz kështu me radhë, njerëz nuk janë të interesuar me ngu, nuk janë të interesuar me ndru menin. Dhe në që drejtim mendoj që tash pse po e përmendi këta dhe pse po përmendi këta në diskutim me ty, është që unë mendoj që është edhe që kjo vlerë e shtuar e shkurjes tonë në Partinë Demokratike të Kosovës, duke pas parasysh, domethënë, qasin që ka pas lëvizja vendosje veçanërisht karshi Partive Demokratike të Kosovës. Edhe mendoj që ky kalim i shkëndesh me qenë vetëdijsues edhe në çet pikë. Sepse vetëvendosja ka shumë ngrit edhe kur kemi qenë nga Albini në demonizimin e PDK-s më shumë ditën e zemrës. Nëse kështu është se historik. Megjithëse koha i ka dhënë të drejtë Hashim Thaçit dhe jo Albin Kurtit, këtë do të thonë. Pra, që nga Rambujeja deri te marrëveshja e Washingtonit, historia i ka dhënë të drejtë Hashim Thaçit si lideri ma vizionar sa i përket çështjes së shëndërtimit dhe përmbylljes së këtij procesi. Këtë duhet ta pranojmë. Dhe njëkohësisht kjo e nxjerr jashtë loje në kuptimin e rëndësisë, po edhe në kuptimin e orientimit, sepse me kaq pak kohë që jo dha mundësia, pra ky solli marrëveshjen më të dëmshme në këtë proces. Marrëveshja e Ohrit, edhe pse i thuhet aneks për ta zvogluar, mendoj që thelbi i marrëveshjes është pikërisht Ohri. Thuhet marrëveshja e Brukselit nda aneksi, po thelbi i gjithë pra për ta minimizuar për opinionin në dukje, po për mbajtja më e dëmshme pikërisht vjen nga ky aneksi dhe mendoj që është thelbi i marrëveshjes. Po kthena veç pak aty se shumë i që përmendet e kulti personalitetit. Na e dim Visar, sa kemi qenë aty, a din si ajo vjera që rrin ulën edhe i shenuset edhe i shevrejtjet ku po gabojnë, vetëvendosi duke qëndruar gjatë në opozit, ka pas shumë mundësi të mësoj nga gabimet e të tjerëve. Kjo ka qenë përparësia, duke qëndruar shumë gjatë. E dyta, ti e din sa shumë është marrë këtë lëvizja vetëvendosje, posaçërisht Albin Kurti, me këtë analizën e psikologjisë të turmave. Ka analizu edhe pse ka ndashur govën, edhe pse janë bërë me Thaçin, madje edhe që ka lexu edhe libra të korporatave, Fordit e tjerë për të pa ndërtimin ose krahasimet kur i merke mes kishës katolike, hierarkinë e tjerë. Atëherë se kemi pane ose i kemi dhënë besimin blanko, sepse kur ti merr dhe analizon korporatat, të cilat natyrisht përfundojnë te njëshi, dhe me gjithë idenë e biznesit, ato një gjë përjashtojnë demokracinë,
dhe kur përfundon të analiza e ndërtimit të strukturës së kishës katolike, të cilat po ashtu përfundojnë te njerëshi dhe përjashtojnë demokracinë, ato kanë qenë shenja se çfarë lloj lideri dëshiron të bëhet ky. Apo jo, po se kemi menduar. A din pse ai ka bëu ato lexime dhe ko pas kohë në bisedë sipër na i përmend këto analizat e ndërtimit të këtyre strukturave, ne nuk e kemi pa qartë atëherë. A është lehtë të vendoset në një vend i cili ka qenë një 50 vite në diktaturë, në një sistem monist, dhe cila pa shkëputje në traditën e saj e ka mentalitetin patriarkal, që është fakt. Pra edhe kur kanë qenë në familje më të mëdha edhe më të vogla, në mentalitetin ton patriarkal, pra është pushteti koncentruar prapë te njëshi, që është baba. Dhe këto thirrjet baba kanë fillu qysh në pak para se me dalë na, dhe më thonë, ky baba ma shumë është duk si diçka cool, po në fakt është baba në kuptimin e plot. Në cilin rol, dhe më thonë, në këtë modelin tradicional, ku baba është ai që kujdeset për ty, edhe qërton nga njerë, mune me të rej nga njerë, po e ka për të mirë sepse ty ta ofron sigurim. Dhe ti nuk ke nevojë me mendu për çështjet mëdha. Dhe po ashtu dhe kjo e minon demokracinë, pra atë drejtën e fjalës. Baba i din krejt, edhe unë nuk brengosen për kur gjë. E delegon mendjen, e delegon mendimin, dhe ti veç shkon edhe e votën. Pra kjo është kategoria e këtyre që me të pavetdijshmen e tyre, pra e implanton modelin patriarkal të funksionimit të familjes edhe në pushtet. Kategoria tjetër vjen edhe që i shoh shpesh, edhe kuptoj pse disa njerëz në mosh e duan këtë lloj pushteti, sepse kjo ndarja e ndihmave të vogla nuk është me rëndësi me pas shumë, ose nuk është me rëndësi me pas sa duhet, ose sa ke nevojë, po me rëndësi është me u kujdes që mos me dek ti uni, edhe ati qëtë 100 euro, ati qëtë tash mas të muaj, është mjaftueshëm sepse dikush është në moshë të shtyr, nuk ka as plane për familje, as të rritjes, atë ka rinia të cilëve u premtoi banimin e përballueshëm kur erdhim pushtet, dhe për këto vite keq ka pam, domethënë u a bëri të papërballueshme jetën. Kur më shumë nuk kanë dalë, përveç në kohë të luftës, se sa që kemi sot migrimin e pandalshëm. Pra, dhe është shumë e dëmshme për neve, të cilë vetëdijshëm pas luftës që ndruam këtu, edhe kur nuk kishim rrymë, edhe kur nuk kishim ujë, edhe kur nuk kishim telefona, edhe kur ishin shtëpijat e djegura të rënuara, që dëshëm të rrisim fëmijët tanë këtu. Dhe nuk kemi menduar as atëherë as sot që fëmijët tanë duhet të shkojnë fuqi punëtore diku në perëndim. Ka ndodhur një moment tjetër edhe thona tjera ku shqiptarët kanë qenë të detyruar, por tashmë ata janë etabluar sepse fëmijët e tyre janë integruar, janë shkolluar dhe punojnë punë tjera. Sot i dërgosh, si tush, gjeneratat e reja, fuqinë punëtore që është në base e nevojshme këtu, ti qosh në perëndim, mendoj që është e pafalshme, edhe është jashtëzakonisht e dëmshme. Bile edhe turpshme. Pra ti nuk arrin ti mbash, as krijosh hapësirë, as kushte për të hanë. Jemi në fund se kemi mri 50 minuta tashmë, e kam pyetjen e fundit. Qa tha për juve, ajo shfaqja në vështre, e një fëmijë të mitun, i cili ishte i manipuluar totalisht nga masa, nga familja dhe nga ky lideri për cilin falet deri tash. Në kohën kur kemi qenë, nështë me ilustru, në kohën kur kemi qenë në vetëvendosje, shpesher ka pas kësi kërkesa prej shtabit zgjedhor me një fëmijë për mu duk familjar. Po thash, po flas për veti. Kur nuk e kam marrë vajzën time në fushata, se s'kam dash me ekspozu. E para, pse ka qenë e mitur, dhe e dyta që ka menduar kur tritet mund t'i ketë bindje tjera, dhe ka të drejtën fëmija e mi pas bindjet e veta, dhe nuk kam dash që ajo të dam kose diku në të kaluarën për shkak të përgjegjësisë time si prindër. Dhe mendoj që kjo ideja me u tregu familjar edhe me i sjell fëmijët në përfushata, mendoj që është e padrejtë ndaj fëmijëve. Ajo përmbajtja e asaj poezisë, ajo
Mallkimet Po që bën të një po fëmijë. besoj që duke ditë nivelin e kontrollit ose të organizimit që ka jashtëzakonisht madh lëvizjave vendosje. Domethënë nuk ka shkarje aty asnjë gjysmë fjale në fushat. Po thoni që ajo paraprakisht është lexuar nga E strukturat e kanë ditë cili është vendosjes. teksti. Besoj që e kanë ditë. Ato jam shumë e bindur, besoj që edhe Visari ma konfirmon këtë, se nuk mundet as gjysmë fjalie me dal jashtë kontrollit, pra gjatë një tubimi të tillë zgjedhor. Dhe mendoj që atë tekst e kanë pa paraprakisht dikush që e ka miratuar që ai tekst apo ajo poezi të tuhet në fushat. Zonja Dërgutit, faleminderit shumë që erdhe, na erdhe në studio këtu bashkë me Faleminderit shumë Visarin. për ftesën dhe mundësinë. Turej sukses në këto zgjedhje, Faleminderit. edhe uroj që të jesh deputet. Edhe nëse nuk jam deputete, do të vazhdoj të angazhohem edhe të ndihmoj e të përkrahi në këtë betejë politike që besoj që nuk është frudh, nuk është flam, po është pak më e gjatë dhe mendoj që duhet dhe do duhet ketë shtim të radhë gjithandej për ta luftuar një pushtet autoritar tash se dikur do të jetë vonë. Që ai për ty edhe mund mos jetë rëndësishme me qenë deputete, për neve është. Vendosin të tjerët. Me që Aida Dërguti ka numrin 107 në listën e Partisë Demokratike të Kosovës, unë mendoj se i duhet kuvendit të Kosovës, unë mendoj se i duhet politikës për shkak të kaluarës, për shkak të asaj që përfaqëson Sonja Dërguti. Ajo ka luftuar për liri, lufton edhe sot për liri të shprehjes, për liri të përgjithshme. Mirupafshim.